Kundërshtarët e mbrëmjes së sotme, bielorusët, kanë mbritur që dje në Tiranë, ku në mbrëmjen orën 19 kanë zhvilluar edhe seancën e parë stërvitore në stadiumin kombëtar Shemal Stafa. Trajneri gjerman Bernd Stange nuk do të ketë në dispozicion një pjesë të mirë të lojtarëve kryesor si portierin Zhevnov, por edhe Vitali Kutuzov, Aleksandr Hleb, Rodionov dhe Kornilenko. Këto mungesa pritet të ndihen sot dhe porta dhe sulmi është reparti ku do të çalojë Bielorusia. Kjo e fundit do të mundohet të luajë me një mesfushë të ngjeshur. Trajneri Stange nuk ka dashur të dalë në konferencë për shtyp para ndeshjes, por për mediat bieloruse ka saktësuar se do të ishte i kënaqur edhe me një barazim. Bielorusia po ndjek një ëndër pasi është në vend të dytë dhe mund të tentojë kualifikimin për në Euro 2012. Për Stangen, thelbësore për skuadrën e tij është të mos psoj gol, pasi në këtë mënyrë ka të sigurt barazimin. Bielorusët nuk kanë mësuar gol në 4 ndeshje të zhvilluar në grupin D dhe kjo është një pikë e fortë, por të mos harrojmë që kanë mposhtur edhe Francën në Paris. Bielorusia mbrëmjen e sotme do të luajë me Amelchenko në portë, më pas në mbrojtje do të jenë Omeljanchuk, Molosh, Martinovic dhe Jurevic. Në mesfushë do të luajnë Kalashev, Tigorev, Pucila dhe Kulçi. Sulmuesi vetëm do të jetë Vyacheslav Lev, i mbështetur nga